Horoskopi ditor e njëte 19 qershor 2025. Dashi, vijoni të jeni të tensionuar. Shumë prej jush po mendojnë për jetën familjare, me ndonjë shqetësim më shumë, por natyrisht çdo situatë është ndryshe. Kush është i martuar gjatë këtyre ditëve do të jetë shumë i tensionuar për çështjet që kanë të bëjnë me jetën në çift, ndërsa kush është në një lidhje mund të pësojë zhgënjim nga njeriu që ka në krah. Edhe puna nuk sjell ndonjë zhvillim premtues, përveç ndonjë projekti të vogël. Demi, nëse një person i së kaluarës ju krijon probleme, apo nëse së fundmi keni përjetuar një ndarje, nuk përjashtohet mundësia që brenda të premtes të përballeni me një diskutim të ndërprerë në mes. Ju presin 3 ditë të mbushura me nervozizëm dhe lodhje. Duhet të mbani parasysh edhe një debolesë fizike. Nga ana tjetër, duhet të dini se sa më shumë afrohet fundi i javës, aq më shumë do afrohen dhe zgjedhjet që prisni. Binjakët, kjo e njëjte është mjaft pozitive për kontaktet, udhëtimet dhe për lidhjet që mund të krijohen në qytete të tjera. Do të arrini që të argëtoheni dhe të rigjeni buzëqeshjen e munguar. Bëni mirë që të mbyllni çdo çështje të mbetur pezull brenda së njëjtës, dhe kjo gjë ka të bëjë edhe me dashurinë. Gaforja, keni kaluar disa javë të mbushura me probleme, gjë që ju ka hequr buzëqeshjen. Gjithë kjo ka sjellë një shqetësim të madh si në familje edhe në dashuri. Ka ardhur momenti i rikuperimit, pasi lodhja do të ndihet, bashkë me ndonjë shqetësim të së kaluarës. Luani, jeni shumë të zënë me çështjet që kanë të bëjnë me punën, ndaj duhet të tregoni më shumë kujdes ndaj gjërave që keni për të bërë. Brenda 3 muajsh, jeta juaj mund të ndryshojë pozitivisht, ndërsa gjatë këtyre ditëve do të jeni në një betejë konstante. Virgjëresha, ata që për vite kanë mbetur pezull në dashuri, duhet të pyesin veten nëse është momenti për të ndryshuar. Nëse në të kaluarën keni zhgënjur dikë, do keni mundësi që të rikuperoni. Gjatë këtyre ditëve duhet të tregoni të kujdesshëm dhe të mundoheni që të zgjidhni ndonjë problem ligjor. Peshorja, edhe pse së fundmi nuk keni qenë shumë të sigurt lidhur me një zgjedhje që duhet të bëni, tashmë do të jeni më të sigurt në veprimet tuaja. Pavarësisht aparencës, shpesh jeni të pasigurt lidhur me ato që duhet të bëni. Ka ardhur momenti që të tregoni se sa vleni dhe të fitoni një sfidë të rëndësishme. Për të lindurit e kësaj shenje, parashikohen projekte dhe programe të reja. Akrepi, këshillohet që të hidheni në veprim për sa kohë që yjet ju mbështesin. Ata të cilët nuk do të marrin asgjë në një periudhë kaq të favorshme, do t'ju duhet që t'i bëjnë llogarit me disa probleme të vjetra. Ndërkohë, kush dëshiron të hakmerret, bën mirë që të harrojë të kaluarën dhe të mendojë për të ardhmen. Me ndikimin e Venusit në shenjën tuaj do të keni mundësi që të veproni me siguri se i takon dashurisë. Shigjetari, kush është përfshirë shumë në disa probleme të punës dhe është ndjerë i izoluar, është normale që të kërkojë lirinë dhe gjëra të reja. Është gjithashtu normale që gjatë kësaj dite të përballeni me njerëz të cilët do ju dalin kundër me agresivitet. Duhet të bëni të pamundurën për të gjetur qetësinë e brendshme. Britsjapi, për të lindurit e kësaj shenje, e njëjtja rezervon rrezik gjatë veprimeve impulsive. Bëni mirë që të mbani në kontroll karakterin tuaj, pasi shpesh do ju duhet që t'i bëni llogarit me veprimet të gabuara. Mundoni që të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe më pas të veproni. Ujori, kjo periudhë është e mbushur me konfuzion për të lindurit e kësaj shenje. Në dashuri, pritet që të kaloni këtë fazë pa sigurie, ndërsa në punë po investoni më shumë projekte dhe me shumë entuziazëm, por rezultatet ekonomike nuk do të jenë të kënaqshme. Në këtë drejtim do ju duhet më shumë kohë dhe kjo periudhë nuk do të jetë as pak e favorshme. Peshqit, e njëjtja do të jetë e mbushur me zhvillime mjaft pozitive. Keni nevojë për më shumë konsensus përreth vetes, në mënyrë që të ecni drejt projekteve të rëndësishme në sferën profesionale, gjatë muajve në vijim. Në dashuri, ajo për të cilën keni nevojë është besnikëria.